Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua përdori maskën me kos prej vitesh dhe nuk ka asnjë rrudhë në fytyrë. Kosti është i pasur me proteina, kalcium dhe kalium si edhe përmban disa vitamina dhe minerale që do të thotë se është mjaft i rëndësishëm për të gjithë trupin. Si një produkt për trupin, acidi laktik, zinku, minerale dhe enzimat e tjera të cilat gjenden po ashtu te kosti, mund të ndihmojnë në hidratimin, në luftimin e akneve, parandalimin e plakjes së parakohshme dhe gjithashtu në zbutjen e djegjeve nga dielli dhe reduktimin e njollave të lëkurës. Kosti është një hidratues tërësisht i mrekullueshëm edhe nëse ai përdoret rregullisht mund t'ju ndihmojë duke ju dhënë një lëkurë të butë dhe të tendosur. Aplikoni kos mbi fytyrën tuaj pasi ta keni larë atë dhe gjithashtu mund ta përdorni edhe për krah dhe këmbët. Ideale do ta ishte ta linit 20 deri në 25 minuta, por nëse jeni tipa të padurueshëm mjaftojnë edhe 10 minuta për të marrë rezultat të mirë. Përsëriteni këtë maskë deri në 3 herë në javë. Por ju që doni të dukeni për një kohë shumë të gjatë si 20 vjeçare, bëni këtë super krem duke shtuar vaj ulliri, banane ose avokado tek përzierja me kos. Në bazë të kërkimeve të bëra nga shkencëtarë të ndryshëm, ata kanë arritur në përfundimin se kosi është një produkt natyral i cili ju ndihmon ju që të keni një pigment të bardhë lëkure. Në qoftë se keni një lëkurë me njolla ose keni bazë të errët në ngjyrën e lëkurës dhe dëshironi ta çelni pak, atëherë ne ju sugjerojmë që ju të konsumoni më shumë kos natyral. Pa i hequr meritën produkteve kozmetike që marrim në parfumeri, mund të ndihmojmë lëkurën tonë edhe me produktet e bëra me përbërës tepër të thjeshtë dhe me kosto minimale. Të rikthejmë lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhurojmë një energji të re pas ditëve me smog dhe stres, tashmë është e mundur. A jeni gati? Ja disa këshilla bukurie të marra nga gjyshet. Kosti është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën. Falë cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka edhe aftësi antibakteriale dhe pastruese, duhet kujtuar që kosti ka aftësi shumë të mira për të riaktivizuar elementët përbërës të produkteve me të cilat ai përzihet, duke u mundësuar atyre që të penetrojnë në mënyrë shumë efikase në lëkurë. Kujdes, vetëm kos të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kosin i cili mund të përmbajë kimikate për të përpunuar, apo kosi që shitet i miksuar me fruta. Kos dhe kivi. Kivi gjithashtu është një frut tërësisht i veçantë dhe i çmuar sepse ai përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës tuaj shkëlqim. I pasur me vitamina C dhe E, ky frut nga ana tjetër përmirëson lëkurën falë përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C e cila bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu cilësi antiinflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe për të bërë një skrab shumë herë më të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e një kivi të cilin e shtypim me një pirun dhe më pas shtojmë kosin dhe e përzijmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi ne të kemi larë fytyrën, e aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëm atë në fytyrë deri për gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Sigurisht, këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kos dhe mjalt është një maskë klasike. Maska me kos dhe mjalt është tërësisht efikase për sa i përket gjendjes së lëkurës tuaj dhe sigurisht ju duhet të keni parasysh se kjo është një maskë e cila mund të përdoret kundër rrudhave dhe është një kohësisht tepër qetësuese. Si edhe gjithçka që juve do t'ju duhet është një lugë gjelle kos dhe një lugë kafe mjalt. Kjo është e thjeshtë në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm
për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe njëkohësisht të stresuar. Kozë dhe arkokosi. Një mask me gjysmë tas si kozë, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat tuaja mikse, sepse efekti skrap evidentohet më shumë dhe vitaminat që ndodhen tek qiqrat dhe kokosi penetrojnë në thellësitë të lëkurës. Lëreni maskën vetëm 10 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekt tonifikues. Kosë dhe kastravec është e këshillueshme në mënyrë të veçantë për lëkurat e thata dhe të skuqura. Kjo maskë gjithsesi është e mirë për të gjitha llojet e lëkurave. Kastraveci është i njohur edhe për aftësitë e tij hidratuese dhe qetësuese, dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe fuqi të mira ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë për të përgatitur maskën. Ajo është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës nga 10 minuta në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kosë dhe limon. Për cilin do që ka një lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtrydhni gjysmë nga një limon dhe miksojeni me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini maskën të veprojë. Ky është rezultati i garantuar. Kosi është i pasur me kalcium, proteina, vitamin D dhe probiotik dhe nuk ka dyshim se ai siguron jo pak përfitime për organizmin tuaj. Por a e dini se mund të jetë gjithashtu një përbërës i cili mund të bëjë mrekulli edhe në lëkurën tuaj? Kur aplikohet në lëkurë një maskë me bazë kosi, mundet gjithashtu që të hidratoj, të lehtësoj djegjen nga dielli dhe të ndriçoj dhe të eksfolioj lëkurën tuaj. Nga ana tjetër, ne këtu do t'ju tregojmë disa efekte tërësisht pozitive për shëndetin tuaj, të cilat janë mjaft të rëndësishme për të patur një rini të përjetshme. Për të hidratuar lëkurën, ju mund të ringjallni fytyrën tuaj të cilës i ka rënë qera, duke aplikuar kosë mbi lëkurën tuaj. Siguroni që të aplikoni një shtresë të trashë në lëkurë dhe më pas ta përsërisni maskën 2 apo deri në 3 herë në javë, për të patur një lëkurë të butë si të një bebi. Maskën mbajini për 10 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Për të eksfoliuar lëkurën, nëse kombinoni kosë me përbërës të tjerë, ju mund të bëni një pastë të butë për të hequr qafë, qelizat e vdekura të lëkurës. Kosi gjithashtu do të ndihmojë për të ushqyer lëkurën. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle kosë dhe 1 lugë gjelle tërshër. Përzjeni së bashku këta 2 përbërës dhe aplikojeni masën e përftuar në lëkurë duke masazhuar me lëvizje rrethore. Për të ndriçuar lëkurën, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lule shtrydhe të pjekura, 1 lugë mjalt, 1 lugë kosë. Shtypni lule shtrydhe dhe shtoni më pas mjaltin dhe kosin e pjekur. Aplikojeni në lëkurë dhe masazhoni lehtë fytyrën. Lëreni për 15 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë, pasi lëkura të jetë larë plotësisht nga mbetjet e maskës. Shpëlajeni me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.